Sot po përdoret shumë nga fëmijët, nuk e di, ju besoj keni fëmijë të vogël dhe jeni i hapur dhe dëgjoni që fëmijët përdorin kodin switching në gjuhë, që do të thotë strukturave të shqipes si mi vendos strukturat e anglishtes. Ai përdor për në fund. Do të shkoj në shkollë për. Po. Ne nuk e kemi kështu. Ose po shkoj mami po vjen me. Po. Po të kuptoj se çdo të thuash, po. Po, e kuptova. Atëherë këto nuk janë. Si latinishtja. Coming with what you do that for. Kjo nuk është shqip. Jo, sigurisht që jo. Atëherë fëmijët po e përdoren. E kuptoj. Ky është kodi switching që po e dëmton shqipen për mendimin tim, se do shmanget kjo, ka një mënyrë shumë të thjeshtë. Fëmijëve, gjuha shqipe është shumë fleksibël, që do thotë ne kemi shumë kohë foljes, shumë mënyra folje, po e shpjegoj thjesht. Ne kemi folje të trajtat pashtjellura të foljeve, nuk dalin sikur e fjalë, dalin pra ka kaq shumë, po të futesh në gjuhën shqipe, të mrekullon me fleksibilitetin e saj. Ti manitesh kur e lexon, kur futesh, kur bëhesh teknikisht gjuhëtare. Mirë po. Në moshë të vogël, prindërit, për arsye nga më të ndryshme, nuk kemi këtu për diskutuar arsyet, i japin fëmijës mundësinë të kontaktojnë në televizion me anglishten në celular, le të jemi fair. Në celular me anglishten. Anglishtja ka e para i vjen shumë këndshëm se i vjen me lojra, me këngë. E dyta është gjuhë e thjeshtë. Është me thjeshtë, është e kapshëm. Ka fleksibilitet. Dhe ai dorëzohet përpara thjeshtësisë anglisë. I pëlqen, njeriu i pëlqen ajo që është thjesht, duhet. Është shumë e thjeshtë anglisja, ka një logjik sintaktika shumë të thjeshtë faktikisht, po. Komoditeti është bien prej të gjithë komoditetit. Praktikisht, kështu që dhe ç'bën, nuk ka zgjedhim foljesh, nuk ka lakim emrash, nuk ka përshtatje të emrit me mbiemrin, dhe ai thot, klasa im. Po, nuk kupton midis femërorës dhe mashkullorës në. Po mirë, janë dëme. Atë duhet bëjmë. Në vërtet. Le t'ja japim fëmijëve anglishten kur ato të kenë krijuar bazat e mësimit të shqipes. Pra kjo anglishtja në klasë të parë nuk qëndron me ju. Blendi ti imagjino, në Itali është latinishtja me se s'bën, duhet të studiuar vetëm për krijimin logjike e saj gjuhë që në fakt është ajo që na rrit logjikën, sepse italishtja na kanë mësuar gjithmonë që është gjuha e thjeshtësuar dhe ju nuk duhet mësoni me thjeshtësinë, tani që po mendoj. Ne në shkollë edhe në 5 vjeçare, nga viti 3, kështu që fillonte latinishtja për të zhvilluar sensin logjik. Sepse ka një strukturë fleksibël. Po mirë, profesoresh, drejt fundit dua t'ju jepja një mundësi për të folur edhe për këtë, se nëse mua më ha ndonjëherë, si thua, edhe më bren kur dëgjoj format nga ne të rriturit tani, që sidomos në media. E dëgjuam dhe nga Hajdi dhe nga ju, për shembull. Në ndërkohë, me se s'bën. Në ndërkohë, me se s'bën. Nuk përdorim ne parafjalë përpara ndaj foljeve, por ama, e dini, unë shkruaj letërsi për fëmijë dhe një nga titujt e librave të mi është mbret do bëhem me patjetër. Nuk e kisha kështu, e kisha mbret do bëhem patjetër. Patjetër, pra, sa meja është e tepërt, po. Mirë po. Personazhi kryesor, që është Aleksandri, që është nipi im, çuni vllai dhe ai i pëlqen shumë momenti thotë un jam famous, e thot në anglisht. Më thot jo, nuk them mbret do bëhem patjetër, unë do them do bëhem me patjetër. Dhe unë nuk ja prisha sepse duke dëgjuar nga ju, duke dëgjuar nga. Po mund të jetë ky ai procesi i gjuhës që ndryshon, që evolon edhe ndoshta. Po do vi një ditë që do bashkohen ato. Po ne po ja servirim këtë ndryshim. Në ndërkohë ajo n-ja shërben për të theksuar në të njëjtën kohë. Ndërkohësinë, çastin. Edhe me patjetër e nënvizonin çik më shumë. Do bashkohen ato njësër. Do bëhet padyshim. Po. Do bëhet padyshim, po. Do kaloj më vonë mbi emër, nuk e di. Po do bashkohen. Po ka dhe gjëra në cilat po kjo nuk shikoj asgjë të keqe nga. Jo, prandaj po them, edhe mund të jetë ky procesi i natyrshëm që gjua evolon dhe ne nuk do të flasim si para 100 vjetëve apo 200 vjetësh, dhe pa e kuptuar nuk është më ajo. Por kur vjen edhe dikush thotë që për implementimin e për involvimin domethënë këto. Për mua këto janë snobizma që vijnë nga e quajmë çfarë vdes brenda jush kur i dëgjoni. Eksakt. Edhe për përdor fjalën eksakt. Shiko. Nuk dua të dalë emra, po ka personazhe që adhuroj gjatë gazetarisë. I adhuroj. Më bëjnë të mbetem aty dhe ti dëgjoj shqipen që ato flasin,
të cilën për fat të keq her pas here e godasin me terma që vijnë nga gjuhët që personazhet në fjalë i sjellin. I zotrojnë, po. I zotrojnë. Unë mendoj që Shqipja nuk është e varfër. Shqipja ka format e saj përkatëse. Mirë po sot jetojmë në kohë globale, individët lexojnë shumë në anglisht, lexojnë në frëngjisht, lexojnë në shumë gjuhë dhe në një farë mënyre është kjo që sapo tham, po përgatisim një qytetar të botës që do jetoj kudo. Klasat tona nuk janë më klasat e mia. Sikurse prindërit e Hajdit nuk janë më prindërit e mi, kanë ndryshuar, edhe të tut nuk janë. Pra ne përfaqësojmë besoj, tre preza të ndryshëm se më duket shumë e re, vajza. Pra, të tre kemi prindër të ndryshëm. Të tre kemi jetuar në klasa të ndryshme. Dhe klasat e këtij nipi tim sot nuk janë as klasat e Hajdit, sepse aty ai ka një vajzë italiane, ka një djalë nga Pakistani, ka dhe një fëmijë me ngjyrë nuk e di nga është, pra e kuptoni se çfarë ndodh, po një herë na vjen me një fjalë italiane, një herë me një fjalë kështu. Pra, unë them që koha kur ne po jetojmë bën që të interferojë në mënyrë fare të pavetëdijshme edhe jo vetëm fjalët, se fjalët nuk më trembin mua. Edhe kultura, po janë format, identiteti, struktura, struktura më tremb, ajo më tremb dhe analfabetismi funksional. Shumë faleminderit për kohën sot, edhe për bisedën, shumë të këndshme. Faleminderit dhe ju shumë të këndshëm. Faleminderit. Dhe faleminderit për mundësinë. Pedagogja dhe studiuesa Natasha Shutëriqi Poroçani ishte me ne për abetaret e Elbasanit, 9 të tilla deri tani dhe kam përshtypjen tradita do të vazhdoj me më shumë Elbasanin vend të parë. Ka dhe Shkodra të saj, po, dhe Shkodra dhe Korça dhe Korça ka. Nuk besoj që janë në gar, po që ka goxha. Ka i shëndetshme.